Në serinë e videove të bimëve mjekësore në familje, sot do t'ju flasim për aguliqen, morizin dhe barishten gjitse. Aguliqja është e pasur me saponine dhe esencë glukozide. Në sajt të kësaj përmbajtje, bima përdoret kundra të ftohtit, si dhe nxjerrjen e gëlbazës nga rrugët e frymarrjes. Lulet e saja janë të verdha, të vendosura në formën e një ombrelle të thjeshtë dhe lulëzojnë nga prilli deri në qershor. Nga kjo bimë mjekësore përdoret lulja në pranverë dhe rënja në vjesht. Po si t'i ruajmë dhe t'i përdorim në mënyrë sa më efektive në familje. Është e rëndësishme që tharja e tyre të bëhet në një vend të ngrohtë dhe të errët. Asnjëherë në dritë të fortë dhe të drejtë për drejtë. Ju heq vlerat dhe ndryshon ngjyrën. Gjatë tharjes të çdo bime mjekësore, duhet të kemi parasysh që ato të vendosen në një shtresë të hollë. Në këtë mënyrë eliminojmë lagështirën dhe krijimin e ndonjë myku të mundshëm. Më pas i ruajmë në vazoqelqi gjithmonë në vende të thata dhe mund t'i përdorni brenda 18 muajve. Po si ta përdorim lulen e aguliqes? Një lugë çaj e hedhim në një gotë, aty do shtojmë ujë të nxehtë të valuar, do ta lëmë për 10 deri në 15 minuta dhe siç e shikoni, ngjyra e lules është origjinale sikur sapo është kputur. Tharja e saj është bërë ashtu siç duhet duke i ruajtur të gjitha vlerat shëndetësore të aguliqes. Për më tepër informacion, lexoni dhe përshkrimin poshtë videos. Sa prej jush e njohin dhe përdorin këtë bimë? Në mjekësinë popullore konsiderohet si një nga bimët më të mira për qarkullimin e limfës. Ndihmon në pastrimin e toksinave dhe largimin e mbetjeve nga trupi. Ka efekt diuretik natyral. Gallium aporin ose barishtja ngjitse mund ta gjeni kudo në këtë sezon. Po si ta përgatisim? Është shumë e thjeshtë. Do mbledhim një dorë nga kjo barishte, do ta shplajmë mirë dhe e vendosim në një enë qelqi. Aty do shtojmë 3-4 feta limon, ujë të filtruar, e trazojmë dhe e lëmë të pushojë në frigorifer 10 deri në 12 orë. Pas 12 orëve, ujin e keni gati me të gjitha vlerat shëndetësore brenda. Ka një shije të veçantë dhe është shumë i pëlqyeshëm. Ky ujë është mirë që të pihet brenda 24 orëve dhe nëse doni, shishes mund t'i hidhni përsëri ujë për ta përdorur më vonë. Është një detoks i shkëlqyer për trupin, si dhe një anti-inflamator i lehtë. Në videon e tretë do t'ju flasim pak për lulet e morizit dhe vlerat e tyre shëndetësore në mjekësinë popullore. Nga kjo bimë përdoren vastakët e lules bashkë me gjethet në pranverë dhe frutat në vjesht. Lulja është e pasur me antioksidant dhe flavonoid që ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut dhe përrjedhoi qarkullimin më të mirë të tij. Morizi cilësohet si bima numër 1 në mjekësinë popullore për sëmundjet e zemrës. Po si ta përdorim dhe ruajmë për një kohë të gjatë? Në sezonin e pranverës mlidhen lulet bashkë me gjethet e reja të morizit. Koha më e mirë për t'i mbledhur këto lule është herët në mëngjes, kur ato sapo janë hapur dhe në vende të pastra. Lulet i thajmë në një vend të errët dhe të ngrohtë dhe pas këtij procesi i kemi gati për t'i përdorur në formën e çajit sa herë që t'na nevojitet. Uroj dhe shpresoj që këto video t'ju ndihmojnë sadopak. Ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.